Kanë nisur aplikimet për regjistrimet në klasën e parë dhe të 10 përmes platformës e-Albania. Ministria e Arsimit thekson respektimin e afateve dhe rregullave për regjistrim, me qëllim që bashkitë dhe zyrat arsimore të planifikojnë punën për vitin e ri shkollor. Ka filluar regjistrimi i fëmijëve për vitin shkollor 26-27. Afati është 6 korrik deri në 31 korrik. Në e-Albania të gjithë prindrit duhet të fillojnë procesin e regjistrimit në shkollë, me shumë rëndësi për fëmijët që regjistrohen për herë të parë në klasë të parë, por dhe për ata që kalojnë nga cikli 9-vjeçar në shkollën e mesme. Është e rëndësishme të ndiqni udhëzimet në e-Albania. Duhen respektuar rregullat për të regjistruar fëmijët në ato shkolla që janë përcaktuar pranë vendbanimit tuaj. Është shumë e rëndësishme, shumë e dobishme për të bërë planifikimin e orëve të mësimit e shkollave, si për bashkitë ashtu edhe për zyrat vendore arsimore, që kanë nisur punën për vitin e ardhshëm. Pra edhe një herë duke filluar nga sot data 6 korrik deri në 31 korrik. Portali do të jetë i hapur. Keni këto javë për të vendosur se cila është zgjidhja për fëmijën tuaj, bën me dije Ministria e Arsimit. Sistemi do të qëndrojë i hapur deri më 31 korrik për regjistrimet në klasën e parë dhe regjistrimet në gjimnaz ose shkollë të mesme të orientuar. Për të gjithë nxënësit që dëshirojnë të ndjekin gjimnazin me kohë të pjesshme, regjistrimet do të jenë të hapura deri në 11 shtator, ndërsa nxënësit që dëshirojnë të regjistrohen në shkollat e mesme profesionale kanë afat datën 30 shtator përmes portalit e-Albania.